Nëse e hub qit shans në jetën tane, atëherë ke hub shumë. Nëse ti je prind, mësoje qita. Nëse ti nuk je prind, po i ki prind, mësoje qita. Nëse ti je prind edhe i ki prind, mësoje qita gjithqysh edhe mos t'ik që kjo pa mësu. Ka thonë Muhamedi alayhi salam, duaja e prindit për fëmijët e tina nuk refuzohet te Allahu azza wa jall, pranohet gjithsesi. Domethënë, nëse ti ki evlad, lutu për evladët e tu. Nëse ti nuk ki evlad, po i ki prind, atëherë shko thuju direkt, ose nëse t'vjen marrë sjellja indirekt, edhe thuja atyne mu lut për ty. E nëse je prind edhe i ki prind, atëherë shko te prindët e tu edhe thuju lutni për mua, edhe lutu ti për evladin tanë. Bani na iki që kjo shans në jetën tonë, atëherë kena hub shumë. E kena hub një derë të qelne të duas që se kena shfryzu. Nëse ti je prind edhe e nin këto tash, lutu për evladët e tu, për shkak se ndodh që ju vjen marrë me thanë. Ti e nje kulturën tonë si shqiptar, neve na vjen marrën këtu sa ne me thënë babës, nanës lutu. Kënina çka s'thojmë, veç me shku me thënë nanës lutu për mu diqysh na vjen marrë. Allahu azza wa jalla na pranoft lutjet tona.